sa më e madhe të jetë devotshmëria, pastërtia e zemrës, aq më shumë njeriu është i gatshëm me fal tjetrin. Dhe sa më shumë që zbehet imani, atëherë rritet ajo dëshira për egon dhe kërkimin e hakmarrjes. Mirpo, ne nëse lexojmë biografinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e gjejmë domethënë që ka qenë pikërisht falës shumë i madh. E gjejmë domethënë momentin kur ka shtliru Mekën, për shembull, në vitin e 8 të Hijretit, atëherë aty ndodheshin shumë njerëz që kishin bërë shumë armiqësi pejgamberit. Kishin vrarë miqjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishin torturuar shokët e tij edhe vetë pejgamberin në forma më të mëshme. Mirë, po çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Idhhabu fa antum tulaqa, shkoni gjithë jeni të lirë dhe të falur. E kjo ishte për devotshmërisë së tij. Kjo ishte sigurisht për devotshmërisë dhe prej, siç thonë sahabët, domon vetë Allah kishte urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të pajisej me këtë virtyt të faljes së njerëzve. Është ajeti kuranor ku flet pikërisht për këtë, thotë wa khudh bil afwi wa arid anil jahilin. Thotë edhe merre domethënë si virtyt tëndin faljen e të tjerëve dhe largohu nga ata që janë domethënë ignorant, largohu nga ignorantët, toleroj ata, kaloj ata, fali ata, sepse nuk ja vlen që të merresh me kështu e kemi në njëjtën pozicion pejgamberi tregon edhe kur dobohet nga populli Taifit, gjakosën në këmbët e tij, domethënë nga nënçmimi që munduan t'ia bënin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur zbret poshtë Taifit i mërzitur, vijnë me lajket edhe nga Allahu të urdhëruara, thonë: "O i dërguari i Allahut, a dëshiron që ato dy kodrat me të cilat ndodhet qyteti Taifit ti shembim dhe të hakmerren për atë çka bën ata ndaj të dërguarit të Allahut?" Atë thot pejgamberi, asesi thot, ndoshta thot prej tyre do të bëhen besimtar në ditë